Shiste enët e kuzhinës së pallatit Elysee Online, arrestohet punonjësi, vlera deri në 40.000 euro. Gjatë kontrollit në shtëpinë, makinën dhe dollapin personal të punonjësit, policia gjeti rreth 100 objekte të vjedhura përfshirë porcelan shtetror dhe enë luksoze që nuk shiten zakonisht për publikun. Një punonjës i pallatit Elysee në Paris u arrestua pasi dyshohet se ka vjedhur pjata, gota dhe enë të tjera nga rezidenca e presidentit francez. Punonjësi u arrestua bashkë me 2 persona të tjerë që dyshohet se e ndihmonin në shitjen e sendeve në internet. Të tre dolën në gjykat në 18 dhjetor dhe do të gjykohen në 26 shkurt. Deri atëherë, atyre është ndaluar të punojnë dhe të shesin sende në ankande. Sendet e vjedhura janë kthyer në pallatin Elysee. Ai ishte përgjegjës për ruajtjen e këtyre sendeve dhe sipas policisë i merrte gradualisht dhe i shiste në internet, kryesisht në platformën Vinted. Vlera e sendeve të vjedhura shkonte deri në 40.000 euro. Gjatë kontrollit në shtëpinë e tij, makinën dhe dollapin personal të këtij punonjësi, policia gjeti rreth 100 objekte të vjedhura përfshirë porcelan shtetror dhe enë luksoze që nuk shiten zakonisht për publikun.